Ky emision mundësohet nga ISP Broadcast. Mbrëma kudo që na ndiqni. Jo rastësisht thuhet, nënvizohet, demonstrohet që arsimi është shtylla kryesore e shtetit. Në mjedisin kosovar, patjetër që figura të rëndësishme politike me raste mbase kur kanë projektime për konsum votash e situata zgjedhore, e nënvizojnë dhe arsimin, por në mozaikun e madh të debatit çështor, arsimi, problemet e tij, defektet e tij përkatësisht rrallë po gjejnë hapësirë edhe te ne në media, fatkeqësisht për të trajtuar këto probleme me gjithë zinxhirin që ka, nga ministri deri tek prindi. Kam ftuar sot ish ministrin e arsimit, ish ministrin e drejtësisë, zotin Jonos Saliaj. Saliaj, faleminderit për kohën. Faleminderit për ftesën. Doja diskutojmë, nëse mund ta them ashtu, një ekzaminim të gjendjes në arsimin fillore të mesëm, të ky lloj arsimi i obligueshëm me kushtetutë që ka Republika e Kosovës, sepse studimet edhe mund të trajtojnë ekonomi tregut si çështje luksi, mbase siç mund të shihen edhe në. A shihni ju si ministri i arsimit prioritete mbi arsimin fillor dhe të mesëm? Cilat janë problemet në observimin tuaj? Faleminderit për ftesën. Unë kam qenë ministri i drejtësisë, po për fat keq se kam udhëheq ministrin e arsimit, përveç drejtorinë arsimore në Prishtinë. Aq shumë je marrë me arsim fahu jem është arsimi, vazhdimisht aton jetës që marrë me arsim. Nuk e qenë ministri i arsimit, të vërtet. Ajo që e fillutjëm si hyrje në emision është plotësisht e vërtet. Në arsim po e trajtojmë si problem ose si propozim për zgjidhje të problemeve vetëm në fushata zgjedhore. Edhe ato kalim, për shembull, kemi pas këtë fushatën e fundit zgjedhore, çdo kryetar komune, qoftë pushtetin lokal, qoftë qendror, ka premtuar ashtu quajtur arsimit tërditor. Kur mandej kryhet fushata, këto premtime harrohen, sot arsim tërditor nuk kemi asnjë për arsim të disa shkollave në komunën e Prishtinës. Që po zgjerohen dhe themi po pilotohet ky sistemi. Mirë, po edhe arsimi tërditor nuk i zgjidh problemet që janë grumbulluar, janë akumuluar. Aty njen fëmijët më komod sepse kanë një shujt, kanë orarin më gjatë, prindërit tyre njen më komod sepse nuk e kanë galën e fëmijëve derisa ta kryejnë orarin e punës, sepse është orari i zgjatur. Mirë, por nuk do të thonë që këtë hapësirën brenda shkollës ne kemi mbush mirë me përmbajtje. Ka rëndësia e mbushim në mirë me përmbajtje arsimimin tërditor, themi, tërat hapësirë për universitetin në orën 16 mazite. Dhe nëse ne nuk arrijmë me mbush këtë me përmbajtje atraktive, fëmijët nuk motivohen dhe bëjnë probleme. Pse sot kemi aq shumë probleme për shembull në shkolla? Sot kemi aq shumë probleme në shkolla, aq shumë mungesa sot që nuk mund të marrë me mend. Për shembull, hedha një sy mungesave të fëmijëve në arsimin e mesëm të lartë. Ajo quhet shkolla mesme më përpara, tash klasa 10, 11, 12. Ne kemi 6 herë, ne kemi gjatë 3000 fëmijë aty në nivel Kosovë. Secili fëmijë kishte me nda mungesat, ka 42 mungesa. Me 32 përjashtohesh ka shkolla. Do të thonë, tona ta fëmijë llogaritën si me qenë përjashtuar, sepse kanë më shumë 32 mungesa. Këto janë të arsyeshme, por s'është më rëndësi, këto janë orë të humbura. Pse fëmijët humbin kaq shumë orë? Do të thonë, nuk i tërheq shkolla, nuk i motivon ata. Ata shpesh shkojnë në shkollë, por ikin nga ora, rrinë në bord shkollës. Dhe kështu mandej kemi incidente që shpesh më shefën. Për shembull, i mora vesh dhënat e policisë Kosovës 2022 ne kemi pasur 539 incidente në shkolla në bordë shkolla, pa hyrë në fare në shkollë. Trendi vazhdon të rritur. Trendi vazhdon të rritur. Ju kujtohet 2014 me 2 shkurt, 2014 një djalë shqiptar të therr me thik në arkitektsinë dhe humbi jetën. Po, një astret syla, një djalë i ri, 18 vjeçar. Sepse ai dorasi që bëni këtë punë mand të thik në shkollë. Domethënë, po të bëhet një kontroll rutinor në shkolla, të gjenë edhe armë të ftofta, po mund gjenë edhe revole. Ka gjetur policia, ka gjetur policia. Domethënë, nuk kemi krijuar një farë sistemi mas pari me i mbrojt fëmijët. Edhe pse qysh në kohën e Enver Hoxhës si ministri në lidh memorandum mirëkuptimi me Këshillin Gjyqësor të Kosovës, me Ministrinë e Drejtësisë, që me pas një farë lloj mbikëqyrje në shkolla,
Mirë po kjo asnjëherë nuk është realizuar, për fat keq, dhe vazhdon mos të realizohet. Memorandumet e mirëkuptimit janë një lloj dokumenti dëshirë. Zotim. Një falloj zotimi, por që nuk ka mekanizëm andaj me përcjell apo realizohet apo jo. Nëse kemi realizuar këtë, dhe dhuna ka filluar me urrit në për shkolla, kemi rastet pedofilisë, kotin çdo vit ne kemi ka gjatë 7 raste pedofilisë po rritet. Por pedofilia kon simullansia ngacmon fëmin e vogël. Nëse një fëmijë i vogël, sa është përqindja e pedofilisë? Dikon 67 deri në 70 raste në vit i kemi pedofili në nivel Kosovë. Këto po ashtu për policisë Kosovës. Na kemi pas një demonstrat kundër pedofilisë, po ajo ka shkuar te 4 ditë dhe mandej tash po heshtim. Nxënësit i cili në atë mënyrë trajtohet nga një pedofil, gati asnjëherë njësë mund me armë në gjendje të mëparshme. Është traumë të mërshme. Dhe ne heshtim. Ne kemi pas një rast pedofilisë, ai ishte në drejtori i arsimit, që ne po ta përjashtuam në punës, ata e kthyn gjiko, ta kthyn, mos i marrë mandati, mu e kthyn. E kthyn në shkollë. Sepse pas ka fakte kishte. Domthonë sistemi gjyqësor këtu të më qenë tepër agil. Mos me fal askën që manipulon dhe abuzon me fëmijë, si është pedofili. Por këto janë njëri prej dukurive, por na kemi edhe dukuri tjera, gjithsesi indikator tjerë që tregojnë sistemi jonë arsimor po lëngon dhe lutem, po. Është tepër në gjendje të keqe. Për shembull, ju përmend arsimin e obliguar. Arsimi i obliguar te ne është arsimi parafillor, domthonë mosha 5 vjeçare, është arsimi fillor, që sipas ligjit është niveli 1, dhe është arsimi mesëm i ulët që është niveli 2. Niveli 3 që quhet arsimi mesëm i lartë është jo obligativ. Jo obligativ, po. Klasa 10, 11 dhe 12. Do të kisha dëshiruar këmë që në obligativ, në Amerikë është kjo obligativ, po të nëse kemi. Po referohemi arsimit obligativ. Në arsimin obligativ, për shembull në arsim parafillor, ne kemi dikun sakt 20.004 nxënës. Po referohem statistikave të moshës vitit të kaluar. Pe këto 20.004, 80% përfshim, 20% jo. Domethënë shifër shqetësuese. Shifër shqetësuese. A është obligativ? Kur e ke bën me ligj obligativ, mundesh ti mos me siguru vende për ata fëmijë. Kush ka faj për shkak të qeveria si ka realizuar objektivat me vendetur qerë dhe kopshte. Mos flasim për atë arsimin e hershëm, që është arsimi 03, që na i kemi sipas sedit, sipas klasifikimit ndërkombëtar të arsimit niveli 0.1 dhe 0.2. Aty kemi 8.9% moshës 0 deri në 4, vetë 8.9% përfshim. Dhe është 90% e papërfshirë. Papërfshime, 90% e papërfshime dhe është tregu psikologët, pedagogët e din. Arsimi i hershëm është tepër produktiv nëse fëmia i nështrohet atij. Fëmijët që janë të ngodrum kopshte dhe qerdhe, gjithsesi qerdhe dhe kopshte, janë shumë më të mirë në shkollë fillore. Shumë më të mirë se ata që kanë nënçpe. Dhe 20% e këtyre fëmijëve vazhdojnë me nënçpe se s'ka vend në institucionet tona. Pse mos e pas vend për shembull në fshatra? Ne në fshatra kemi shkolla sot. Ne kemi shkollën Alamet Godine shkollore, që ka kapacitet 1000 nxënës, ne aty kemi 100 nxënës. Pse mos kemi aty arsim të traditor? Pse mos kemi aty edhe ndonjë qerë dhe kopsht, ndonjë pjesë të hapësinës të qëndruar në qerë dhe kopsht? Pse jo? Domethënë ne sa mungojnë hapësirat me përjashtim të Prishtinës. Po e përjashtoj Prishtinën sepse Prishtina dhe Fushë Kosova janë në gjendje më të rëndë. Fushë Kosova për shkak të dyndjeve të njerëzve, po rritet numri i fëmijëve dhe numri i banorëve, dihet ka rritur gati 100.000. Kurse te ne në Prishtinë është në disa shkolla, Pavarësia, Ismail Qemali që ka gati 3.000 nxënës, shkolla Fajkunisa, dhe shkolla në qendër, Emin Xuraku, e kështu me radhë. Kurse shkollat në periferi kanë vetë këtu me numër të vogël nxënësve. Gjithashtu shkollat në periferi kishin mujt me realizuar arsimin territor. Pra, përfshirja e cila është e garantuar me ligj nuk është në rregull. 5% në shkollën fillore dhe të mesme të ulët janë jashtë shkollës. 5% në nivel kombëtar. Në nivel kombëtar. Në 208.000 nxënës, 5% është shumë. 5/12 janë 10.000 nxënës. O shumë, me qenë jashtë. Potencialisht ata mund bën profile. Tash për ato profile që i bëhen, po e përmend shifrat që janë më alarmante në arsimin e mesëm të lartë, që ata në rritur, si në moshën 18 vjeçare e kryen, klasën e 10, 11, 12. Aty kemi vetëm 74.6% përfshim. Vetëm 74. Vetëm 74.6, as 75 nuk arrin. 25 mbeten jashtë. Përqind. Ajo që quhet gjimnaz dhe shkollë profesionale. Dhe ata mandej mund bëhen delinkuent. Sigurisht, sistemi që u garanton punë, ata duhet të marrë me diçka.
ose me dhunë kibernetike, që quhet e dhuna nëpërmes telefonit kështu me radhë, ose me ndonjë dhunë tjetër, pse jo, dhunë seksuale, ose për shembull konsumus substancë narkotike, që ne kemi shumë dhe 25% në nivel 25% nivel kombëtar në arsimin e mesëm të lartë, po të flas. lartë. Që nuk është obligativ. 11, 12. Po, 10, 11, 12. E këta indikatorit van kur ti shef kështu. Këto fakte që janë fakte të marra nga dhënat e Ministrisë së Arsimit, që janë të mia personale. Ata e kanë shfaq. Po flas për vitin e kaluar shkollor. Atëherë si pret që sistemi jonë arsimor të jetë efikas. Arsim territor nuk ke. Përfshirjen e ke ende tult, ende jo të plot. Cilësia nuk garantohet sepse ka shumë mungesa pa arsye. Të arsyeshme pa arsyeshme, ka largim nga shkolla. Njerëz nuk shkojnë në shkollë. Pse nuk shkojnë në shkollë? Nuk i pëlqen shkolla. Unë kam dëgjuar ligjërata për shembull të njerëzve që thonë që shkolla po më dhunon. Çish mund me bën një ambient atraktiv ne? Mund me bën më atraktiv se bën Finlanda për shembull. Jo përmend fillim para misionit kurrikulit shkollor. Ne kemi një kornizë kurrikulare fenomenale. Sepse është në pajtim me direktivat e Bashkimit Evropian. Bashkimi Evropian praktikisht e ka atë kornizë kurrikulare në shkollat e veta. Mirë pa ta në PISA në kënë si ne. Finlanda në PISA është lartë në tabelë. Estonia në PISA në shteti i ri, ju dini, është kampion në PISA. Ka qenë para në PISA-n e kaluar. Pse na mos jem si Estonia, ku ne kemi pak më shumë banor, ata kanë shumë më shumë territor, po aty ku ne jemi. Edhe ata 90 e kanë shpall pavarësinë. Pse mos jemi si ta? Që është një shtet totalisht digitalizuar, plotësisht. Çka kemi bën digitalizim në arsim për në bëna shkolla atraktive që fëmijët shkojnë në shkollë edhe mos mungojnë. Në fushat që e përmendëm përpara, ka pas gjithmonë do ta bëjmë digitalizimin. Do t'i pajismë shkollat me psikolog, do t'i pajismë shkollat me aparatura, me laborator, do t'i inkuadrojnë inspektorët. Ai keni pa ju këtu. I kemi 1035 shkolla nivel vendi. Për ty në 778 janë am, tjera janë paralel ndame. Në 778 shkolla punojnë dikon pak më pak se 300 pedagogë dhe psikologë. Numër i vogël. Numër tepër i vogël. Jashtëzakonisht i vogël. Çdo shkollë duhet të pas pedagog. Jo se rregulloret tona për shembull nuk ka mundësi psikologi me qenë një shkollë, po punësohet e merr kontratën dhe kryen detyrën në 2 shkolla. Në 2 shkolla mekanimin nxënës 2000 nxënës një psikolog. Në gjitha vendet e botës kanë Son nxënës të standardit që çdo shkollë. Nuk ka rëndësi son nxënës i ka shkolla. Mundi pas shkolla veç 100 nxënës. Por duhet ta ketë psikolog. Mundi me qenë 30 nxënës me probleme serioze aty. E mundi pas nxënës 1000 nxënës i ka veç nxënës me probleme serioze. Për shkak nxënës me nevojë të veçanta, autista, kështu me radhë që duhet me psikologi me punu. Por edhe nëse i marrin këtë psikolog, dhe i pajisim këtë shkolla psikolog, prapse kemi zgjidhur problemin. Tash varet rendimenti i psikologut sa punon ai. Shkolla varet nga domaçini, nga ai që është drejtori shkolle. Tash psikologu do dojmë javësu kolegë tjerë. Se si me punu me fëmijë. Të pedagogëve në pësim në nëzë, po... Sepse çdo kusht ka rëndësi është profesori i matematikës ai kimisë, ai është pedagog. Ai duhet me ditë psikologjinë dhe pedagogjinë, duhet me lezu. Po ashtu duhet me qitë me përdor digitalizimin. Me përdor inteligjencën artificiale tash, sepse ja leson vetit punën. Duhet për shembull me punu si pas direktivave të OECD-s. Një problem tjetër ende, por ndoshta diskutohet nëse Kosova shkon drejt zgjedhjeve të jashtëzakonshme në këtë lëmshim politik, një problem ende që vjen të jetë barë e madhe për prind, veçanërisht për fëmijët. Janë çantat me pesha të rënda, zoti Salihaj. Ende në vitin 2026 duhet të nënvizohet ky problem që mund të ketë konsekuenca në boshtin kurrizor të fëmijëve. Kemi vazhduar të flasim një decenje për këtë punë. Imagjino. Ma shumë se një decenje flasim, pe fillimit. Kujtohet në fushatat e para para arsimit ishin aleancë atëherë, dhe atëherë flasim për çantat e rënda në zgjedhjet e para, para mbrojtje. Tash kemi arritur vitin 2026. Flasim pra për çanta. Është një problem i fëmijëve. Edhe është një problem që nuk ka zgjidhur fare, ka vazhduar mos zgjidh. Mos mos zgjidh. Shumë lehtë kjo kish mujt mos zgjidh. Zakonisht thonë në shkolla e pas dollapa, mandej marr libra, ti milon gjystin aty me orar në rregull, ai e lecson pak peshën. Po tash bota civilizuar ka kalu në një stad tjetër, për shembull. Fëmijët zakonisht nuk bajnë shumë libra me veti. Sepse shkolla është digitalizuar. Të thotë ti ke atje një smart board, në rast mençur.
dhe profesori nuk e zhvillon më mësimin, merr një libër, hape faqe kaq, e ja nisi me lexu, ja nisi me komentuar në tregim ja. S'ka më libra. Bile në Finland kemi dashur quturin në skandinave shkolla pa lanë mësimore. Jo të ndame si të ne, pa lanë të integrume. Unë e ti e bëj një projekt shkencor, flasim për mbrojtjen e ambientit, dhe me ranë nisje mësimore për mbrojtjen e ambientit ne i trajtojmë disa lanë. Trajtojmë biologjinë, trajtojmë kimin, trajtojmë lanë tjera edukatën shtetare, që është mësuesi shtetare kështu me radhë. Edhe në fund rezultatet praktikisht ti notohesh në disa lanë. Nëpërmes këtij projekti i trajton disa lanë. Nëse ne aplikojmë këtë metodologji që do dojmë me apliku sepse bota ka filluar ka herë me apliku, s'do dojmë pas shumë çanta të rënda. Do dojmë marrë disa materiale të lehta, me marrë një laptop me veti, një tablet ose një telefon mobil, edhe me këtë ta kesh një rast mençur në shkollë edhe provojmë zgjidhet. Profesori e merr e shpjegon njësin me anë një pyetjes për shembull. Çka mendoni për CO2 në Kosovë? Sa kemi? E bën hyrjen e orës për 15 minutave, kalon i ndan fëmijët në grupe, i jep instruksione, në fund përfundimi dhe në fund i analizojnë diagramet e klimës, diagramet e temperaturës, bëhet një debat. Dhe tena kjo nuk do. Ka interakcion. Ka interakcion. Tena është kuptuar digitalizimi në këtë mënyrë. Tena për shembull themi nuk janë shkollat e pajisura në rregull, për më nuk janë shkollat e pajisura. Mirë, po nuk është problemi mësimdhënies këtë teknik. Problemi tena është pedagogjik dhe psikologjik. Pedagogjik dhe psikologjik. E jo teknik mas pari. Problemi qëndron tek kontingjenti i mësimdhënies. mësimdhënies. Do të thonë, ti nëse nuk ke laborator të kimisë, kërkosh nuk ndal ti me marrë nga shtëpia pak ufull, apo me shpjegu acidet, me marrë një letër lakmusi me këqyrë që ndryshon ngjyrën e tij, me bë atraktive, ose me marrë për shembull qumsht me gjithë laktozën, ose për shembull me marrë senet kuzhinës, që mund të bësh shkollën orën shumë atraktive, e madje me fol për acidet. Ku ai me po vetë shndron letër lakmusi në ngjyrën e acidit në ngjyrën bazë. Kur ta kushton i kemi të kuzhinës ato zanë. Kjo na çon te konstatimi shqetësues që dhat zoti Sali Ajmeri që mësimdhënia nuk po nxit inkurajim tek nxënësit, nuk po ndërton raport atraktiv të dëshirës. Që ta sqaroj më mirë, te them kështu, unë nuk du mi fajsuar shqiptarë, se ne kemi mësimdhënës shumë të mirë. Po mësimdhënësi mendon që nëse është i përgatitur vetë, është shumë i përgatitur vetë, mendon që është kry puna, jo, sepse nuk mjafton me qenë i përgatitur vetë, po shplason ti atë dituritë e nxënësit. Sa kanë mundësi që ta nxënës me absolut diturinë që ti e plason. E tash me plason në mënyrë konservative si përpara, fëmijët nuk dëgjojnë, sepse kanë telefon me veti. Do të qenë tepër atraktiv në mënyrë që fëmijë me bëti ai të hulumtoj vetë, edhe mandej të përgjigjet. Këtu na jemi në PIS kemi dështu. Po prandaj këtu po shkojmë. Për shembull në PIS ja kemi mësuar teoremën e Pitagorës. Ai e din teoremën e Pitagorës. Mirë, po PISA tregon që qeni po shkollë ku janë, sot me qendalësia e ty në shkollë, në mënyrë që mos me taku kryt në tavan, ti kime përdor formulën e Pitagorës funksion qasoj. E fëmija jonë se përdor në atë mënyrë. Bo demonstrim të shembujve. Po, të shembujve konkret, aplikimi, sepse kurikula jonë thot me bon fëmin kompetent. Me fitu ti kompetencën në matematikës, dhe me thonë me ditë formulën e Pitagorës, po me zbatu atë. Me fitu kompetencën në kmizë, dhe me thonë me ditë acidin edhe bazën formulën. Por me ditë si bashkëveprojnë ata, si fitohet kripa, pse fitohet kripa, çfarë lidhje formohen, treja, si ato lidhet më pas. Praktikisht që nxënësi ta absorboj. Po absolutisht. Në mënyrë të qartë. Dhe kur na arrim këto mi bë, nuk kemi pas më dhunë në shkolla. S'kemi pas më probleme në shkollë. Nxënët kanë qenë tepër të fokusuar mësim, s'kam ju dollar mësimor. Nëse unë nuk jam atraktiv. Nuk jam atraktiv. Fëmijët si kanë sy të mu. Dhe ata bëjnë diçka me vetë aty, sepse janë gjallë. Ata njerëztrimi për energji, që kënë si ne. Pra, varet këtë shkalla e motivimit, ne kemi kuptu për shumë digitalizimi që të kemi laptopa, mandej të kemi një PowerPoint, që është në rregull, është lehtësim, mirë po kjo është përdorimi teknikës për metodë tradicionale. E përdor teknikën për mësimdhënie tradicionale, nuk është kjo mësimdhënie digitalizuar. Mësimdhënia digitalizuar është me nxënësin qendër, ku nxënësi vetë shtyhet me hulumtu, edhe në fund i ballafaqojmë me ndihmën e grupe dhe mandej japim përfundimin. Dhe në orë mësimore shkon shumë bukur. Po ti kishim bërë gjitha këto, po them që i bëjmë për një herë, po që për shembull në Prishtinë kemi filluar me disa shkolla,
që mund të qenë shembull të mirë, atëherë arsimi jonë ishte ngrit nga dalë dhe mandej ishte marrë te mesi tabelës PISA sepse ju dini që rezultatet e kurrikule nuk shihen për 2-3 vjet. Na jyten 10 vjet. Për shembull me dokumentin me realizu. Sepse korniza kurrikulare është strategji, është vizion, ka të me shku arsimi me radhët viteve. Kurse kurrikula bërtham, është ajo që zbatohet. Është ajo për shembull që zbatohet mëse në dhënat të nxënit brenda saj në brenda së mësimore, brenda së mësimore, që në gjuha komunikim, matematika, shkencë të kështu me radhë. Pra, i kemi ndame në rregull jemi me dokumenta. Në rregull, po s'jemi me zbatim në rregull. Sepse nuk mjaftojnë dokumentat, ne kemi edhe ligje BE-s. Ne kemi ligje për përputhje me aki komunitar. Po, apo zbatojmë. Problemi që do të zbatueshmëria e kuadrit të përgjithshëm ligjor. Por këta janë indikatorë që tregojnë që arsimi është larg. Dhe ajo që është më kryesore, çdo qeveri që ka ardhur. Çka nuk kupton kjo normalisht për një shtet nëse larg, ato duhet të shihet si alarm vërtet kolektiv për këto, sidomos edhe për ata që mbajnë përgjithësisht shtetërore të atë qeverisë. Drejta kuqe ka herë shëndes. Domethënë jemi ka herë në alarm. Kjo qeveri s'ka po kur gjë, veç e ka thelluar alarmin. Xhona Albrije Nagavci, ministri i arsimit nuk bëri asgjë thu. Jo, ajo reklamoi shumë arsimin dual. Bëni përpjekje për arsimin dual. Arsimi dual është arsimi në shkolla profesionale. Është një përpjekje e vogël sepse kemi pasur përpara 50 fëmijë në gjimnaz në shkolla profesionale. Po. Tash kemi një rritje simbolike në arsim profesional, kemi 55 me 45. Para luftës, unë si drejtor shkolle, unë kam pas 70 me 30. 70% ka shkuar shkolla profesionale, 30 gjimnaz. Që është një mesatare gjermane dhe zvicerjane. Para lufte po flas, me atë kombëtarin e arsimit. Tash mas luftës, jemi 27 ditë mas luftës. Ne kemi pothuajse 50-50, 50 me 50, gjithsesi 55 me 45%, 55 ka në shkolla profesionale. Dhe ata reklamojnë shumë arsimin dual, që e bën nami, po ne kemi gjallë 3.000 në zonë shkollat mesme të larta, pe ty ne kemi 31.000 në shkollat mesme profesionale, pe ty 31.000-ve 1.558 shkojnë në arsim dual. Është kjo tepër simbolike. A mos më thonë që ke bëu diçka, nëse për shembull pe 31.000-ve 1.500 i kanë arsim dual. Ekonomia jonë ka nevojë të madhe për zanatli, ka nevojë për saldus, kemi saldus. Ka nevojë për teknik, gjithë në 500 saldus të certifikuar nuk arrin të gjetë në Kosovë. 1.000 murator të certifikuar. Jo 500, po suni arrin as 10. Paga saldus është shumë e madhe se jotja dhe imja. E vërtet, në ekonomi tregut po. Pse nuk shkon saldus? Kur ka mbrojtje çdo gjaskus. Jetojnë në stigmën dhe paragjykimin mbase që kushdo që merret me atë punë është kategori e pavyshme shoqërore. Jo, sa ta jetojnë më mirë se na. Po prandaj stigma ekziston po them. E tash çka është bon arsim profesional që kënë se dikush po mendohet me reklamu që ka të rritura. Që po ju tregoj. Në arsim profesional mas pari tani dallojnë lamit e punës dhe drejtimet i përzin. Vetë ministri ata nuk, domethënë janë koncepte elementare. Në gjimnaze që në shkollat përgjithshme ne kemi drejtime. Kurse në shkolla profesionale kemi lëmejt punës. Këta thojnë drejtimi elektroteknik. Jo. S'ka drejtimi, ka lamit punës. Hidrosanitar. Po, këto janë lamit punës që jetojnë profile arsimore. Po. Në disa profile arsimore ne kemi për shembull arsim dual, edhe ata fëmijë sigurisht kanë më punësu. Në Zvicër dhe në Gjermani unë kam vizituar këto dy shtete me pa arsimin dual. Gjithë fëmijët që janë të përfshirë në arsimin dual në kompanitë ndryshme ata mbeten zakonisht në ato kompani ku bëjnë praktikën. E kanë mjeshtrin, i cili përcjell gjatë ton ditës, normalisht kanë 2 ditë një javë teori dhe 4 ditë një javë praktik, domethënë praktika dominon. Dhe mandej mjeshtri thotë jep nënshkrimin që e ka kryer me sukses zanatin dhe kompania më njëherë e punëson dhe jep pagë të mirë. Pse njerëzit tani s'kan nevojë të punësu, do të ishin punësu me bëna atraktiv këtë punë, po se kemi bë. Domethënë, edhe këto lamit që i kemi në shkolla profesionale, lamin e mjekësisë, lamin biznes dhe administrat, ne kemi 50% fëmijë, para në ose shumë. Veç 10% ne kemi në informatikë, që është dega më atraktive, diku në inxhieri kemi në 30%, aty kemi shumë potenciale, për shembull, që është bujqësia, veterinaria, provoni ushqimit, kemi 2.3% veç. Të nëzënzve që vijojnë. Kimi jo metale kemi as 1%, na me veni metaleve kimis, gjeodezi pak,
Gjeologji, zyrtari, metalurgji hiç, po thuj se hiç, a kemi trepçen, kemi ydeni sa jemi pasur me metale dhe metale. As të doj normalisht Doj patjetër. institucionet të inkurajojnë Doj që marrin trepça masa. për shembull të ketë kontratë pune me arkitekt Sinanin, që është Mitrovic, dhe këtë teknikë të gjeologjisë, zyrtarisë, metalurgjisë me punësu. Dhe ata shkojnë njerëz më njëherë, sepse kanë pagën e mirë. Hallkat dhe zinxhiri nuk po funksionon. Nuk funksionon hallkat. Përpara në ish sistemin, ne kemi pas odën ekonomike, kemi edhe sot. Amo asnjë konkurs për shkolla profesionale nuk është shpall pa qenë prezent përfaqësuesi i odës ekonomike aty. Me ditë ka do të më orientu këta fëmijë, cilat lamit punës po i shpallëm konkurset. Cilat profile ka nevojë Kosova më shumë. E pas odën ekonomike aty. Shoqatat e bizneseve nuk kish pas mundësi më realizu kjo punë me shku 50% fëmijëve në mjekësi edhe në administrat e veç 2.3% në bujqësi. Kuna e me agrar. S'kish pas mundësi të kishin thonë ka dalë, si shpallëm të vene, se ne nuk kem vend mi përsu këta njerëz, po kem këtu profile. Dhe për këtë jepëm edhe bursa. A është komercializuar mjaft dia? Si jo. Si jo. A ka humbë mirëfilli, kuptimi i mirëfillt, vërtet i... Spari shteti do të me pas arsimin, jo, çdo shtet ka prioritet. Edhe ne themi kemi prioritet verbal. E thash në fillim, po. Po a di sa ndajmë? 4.2% GDP-s për arsim. Vendet e Bashkimit Evropian ndajnë 5.6. Izraeli ndon 2 fish më shumë. Tash, nëse e ki prioritet verbal nuk mjafton, në pas prioritet buxhetor. Kur ndon ti buxhet madh për arsim, e bën arsimin atraktiv. I trajnon mësuesit. Nëse nuk ka mësues rezultate e përcjell, e largon ka puna. Duhet të largohet. Po patjetër. Dgjoj, ne jemi njerëz. Nuk du më marrën qaf fëmin. Fëmija është, çdo gjë ne bëjmë për fëmijë. Çdo kush çdo çfarë bën për fëmijën e vet. Atëherë shteti po të pagun mirë, shteti do të pagun mirë, si pagun mirë. Shteti do të më trajnu mirë arsimtarët. Do të trajtu mirë, jo sigurisht i trajtojnë për shembull të tash, si sindikatët e format hiç, sindikata s'ka kurfar veprime qeveria në nënçmon, e bullizojnë atë gjinohin atje të kryetarën e sindikatës. Po, e bullizojnë vazhdimisht ministri, kryeministri. Kjo s'mo mendoj në shtet normal. Sepse sindikata është një segment shumë i rëndësishëm i arsimit, jo vetëm sindikata, po dhe jo qytet tjera, edhe agjencionet e ndryshme që punojnë për arsim. Derisa se kemi arsimin prioritet buxhetor, vani kemi problem. Sepse s'ka financë. Në një vend ku struktura e popullimit të shtetit ka një prejardhje të asaj moshe që është kryekputrinore. Kemi qenë, si me mo. Ne, për me kemi qenë rinji. A edhin që nga një shkollë neve në mbyllet në vitë. Ne kemi migim të mërshëm. Shumë shpejt kemi u bo veni pensionerve. Këtë trend s'po e ndalim. Arsimin s'po e bojmë prioritet. Njoh qifte shumë me rrugë të mirë që kanë. Kanë ikë për vendit. Pse kanë ikë? Duke shkollu fëmijën jashtë, si besoj këtij sistemi arsimor. Ani pse ka punë të mirë. Por nuk po ikin veç ata që me gjithë punë. Po ikin edhe këta që kanë mirëqenie të mirë ekonomike dhe nuk mund me jetu në një vend ku s'ka sistem arsimor, s'ka sistem shëndetësor. S'ka sigurim shëndetësor. 27 vjet mas luftës, si je i siguru? Si ke siguru me jetën? Domethënë ti smuhesh nëse vdes. Kujdes askush për ty. Kjo është Kosova jonë. Këto dy segmente me qenë prioritet i shtetit. Pra në segmente shtetërore, kryesore. Edhe po të ishte prioritet i shtetit, ndoshta do të kishim punë edhe me integrimin e serbëve pak më mirë. Sepse ne që kemi bërë ofertë gjeneroze të serbëve, për shembull. Prandaj sistemi arsimor i Serbisë si pyke ka qenë sistemin tonë. Praktikisht, sepse kemi dy sisteme. Një sistem tonë që është laik, dhe kemi sistemin tjetër i cili nuk është laik. Ata mësojnë fenë, religionin. Dhe aty i pajisin fëmijët me urrëtie patologjike ndaj shqiptarëve. Ne as mundemi kontrollu, sepse është sistemi pavarur praktikisht për fat keq. Ata s'po inkuadrohen. Ne kemi praktikisht tërheq në instant të Kosovës atëherë për 2013 dhe 2022 institucionet e drejtësisë, gjyqësorin, prokurorin, policin, po ata 22 e praktikojnë edhe atë. Pra ma leti kemi pas me integru këto strukture së sistemin arsimor. Pra Serbia po helmon fëmijët, po vazhdon ta ndërtoj një mendsi ende të pa denacifikuar. 70% të fëmijëve serb, që janë dikun ka 15.000 në sistem parauniversitar, 5.000 në universitet, e mësojnë fenë
70% e kanë cilën zgjedhore pa ta zgjedhin, kurse në atë fe ligjerojnë djetkush. Ata që kanë urrëtie patologjike, njerëz të kishave ortodokse, kishat ortodokse dihet çfarë ideologji kanë kundër shqiptarëve, dhe në këtë fund janë treguar që janë deportarëve kundër shqiptarëve. Se mush me armë. Jo në këtë fund, por gjatë ton kohës kanë shërbyer ashtu. Si ka zero atë ushtrisë. Dhe derisa për shembull fëmia serb i vogël nuk e din, ai helmohet. Mandej kalon me një shqiptar i cili ka urrëti patologjike ndaj shqiptarëve, ndaj popullit shumicë, dhe nuk e akcepton kurrë shoqërinë kosovar. Dhe kurrë s'integrohet tu. Dhe derisa për shembull nuk e tekalojmë këtë problem, kemi pas problem, sepse sistemi më qenë unik. Korniza kurrikulare më qenë një kornizë për gjithë. S'ka aty vetë shqiptar. Ne jemi shumicë, po gjithë tjerë duhet me zbatuar me që Kosova do të mund ta kishte këtë sistem unik, pavarësisht një procesi të gjatë dialogut që procesi gjatë mbajti Kosovën peng të horvatëve. Kjo proces politik. Mirë po ne do të praktikisht me apo të mundshme atisari ju jep shumë drejta serbëve. Ata e kanë shkollën gjuhën serbe, kanë kurrikulin e vet. Po shkollat duhet të qenë të licencume, të akreditume nga Ministria e Arsimit tonë. Nëse shkollat akreditohen, licencohen nga Ministria jonë e Arsimit, atëherë nëse për shembull shumë dukuri negative që ta përshmongen nga plan programet tona dhe po vazhdojnë me ligjëru për urrëtie, merret akreditimi, merret licenca. Po se kemi bërë këtë punë. Pritërit e tyre janë mbase ligjërojnë dhe janë bindur që ligjërojnë se si shqiptarët janë njerëz me pishta, se si... Po e mohojnë masakrën e Rishakut, ju e dini për shembull. Ata mendojnë që na kemi lujt film aty. Domethënë kjo është e tmerrshme. Nuk ka ndodhur asnjë civilizim në Evropë këtë me bë. Domethënë këtë botë e ka pa me sy masakrën e Rishakut, ata thonë se ka ekzistuar. Investojnë ende në atë mundësi të padenacifikuar. Domethënë është diçka e tmerrshme, domethënë këto logjika njerëzore nuk e ka. Urrëtia është aq e thellë, aq patologjike, sepse praktikisht serbët e kanë ende atë mendsinë e Karagjishit pas pari, se Karagjishit ka qenë projektuesi këtë projekte antishqiptare, e ka vazhduar pe Karagjishit dhe ishte këto projekte fund të Akademisë Shkencave dhe Arteve. Ç'përi zonja Nagavc si ministër në gjithë këto vite për ta unifikuar sistemin arsimor sipas jush? Asnjë hap fare. Ata u morën me premtuar 160 çerdhe, i bënë 22. I kemi pas 44, kemi 66. Ç'ka rezultati? Vazhdimisht reglamojnë që është rrit 1% e zgjidhka ato përqindje tyne që ata dinë me mashtru. Kjo nuk po them që nuk është arrit kur gjë. Po kjo është tepër pak. Nëse ke premtuar 166, nëse ke pas 40, ku është rezultati? Kombet e civilizume ty të mojnë men për premtime. Ta japin votën. Nuk e realizu premtimet, nuk ta japin më votën. Vetëm te ne e ka që sa më shumë gaboj që më shumë merr votë. Kjo është për me studiu këtë farë populli. Edhe është edhe kjo rezultati një sistemi mbase jo inkurajues edukative arsimor. Këtë është rezultati sistemit arsimor. Këtë është rezultati sistemit arsimor. Sistemi arsimor efikas përgatit qytetar dinitoz, që nuk mashtrohen nga politikanë populistë. Po që bazohen rezultati. Që din të kërkojnë llogaridhënie, edhe mandej që thonë, ka dalë rezultate nuk ke. Me qenë s'ke rezultate, ta komodon vojnë s'ta jep mo. Komën të shku me votë. Sepse ke premtu kaq se ke bokte. S'ka arsyetime. Partitë politike kur i krijojnë programet, ata i duhet pas përpara buxhetit. Dhe me ditë realizohen ajo, nuk realizohen se merr votën mo. Pra, sistemi arsimor nuk përgatit fëmijë dinitoz, qytetar dinitoz, që dinë me mendu vetë, po që dirigjohen pesë lartë atje. Po votojmë familjarisht për filanin. Së është tipi bukur me po. E jo, nuk votohet ashtu. Votohet vetëm sipas rezultateve. To kohë të fund na kemi demonstruar që jemi qytetar dinitoz. Dhe këtë për të ka fajë sistemi arsimor. Fundit, ne jemi vendi me numër më të madh të analfabet funksional. Ne kemi analfabet funksional që kanë doktoranturë të kryme. Është analfabet funksional. Një periudhë dhe me lezu për se kupton. A ka fakultet kryme. Ka plot raste tilla. Pra, e kemi devalu aq shumë arsimin, sot që jemi orë këtu ku e kemi vështirë tash me nxjerr nga bataku ku kemi vutë. Dhe nevojitet shumë punë, shumë gjenerata. Nevojitet shumë sakrificë. Nuk është më përqendrimi veç në dokumente. Përmendet. Veç në ligje, veç në strategji. I kemi ato. Ç'është me zbatu?
praktikisht si të krijohet një ambient premtues. Ashtu. Nga hallka e parë e deri te fundi që të mos ketë shkputje të asnjë hallke në gjithë këtë zinxhir të rëndësishëm, nga shteti deri tek prindi, deri tek nxënësi atje në fund, që krijohet një sinergji funksionimi për një edukim cilësor. Këtë gjendje çfarë po shohim me këto shifra që i paraqitet që janë shifrat shtetit realisht, nga dhuna, nga ambienti delikuent, nga bullizimi, nga gjithë përfshirja që është në shifra shqetësuese e tjera. Ne jemi në atë që quhet ai nga një mjedis i shkollave që nuk i nxit fëmijët të shkojnë në shkolla. Ne jemi milionin e tretë. Domethënë është na vazhdimisht flasim për long life learning. Domethënë të nxënën gjatë të jetës. Bashkë jetojmë që atë të nxënën gjatë të jetës. Nga djepi deri në varr është të nxënit. Ne vazhdimisht mësojmë. Po këtë formulë nuk e përdorim. Kjo formulë ka filluar të përdoren në Evropë. Globalizimi ka kriju problemet mëdha në botë. Domethënë digitalizimi u bë me hapa gjigant. Kështu që arsimi këtë ka ndrru. Shumë dokumente kanë na mbet neve të paralizuar, këtë kemi bë. Sepse i ka shkel koha. Koha ka shku tepër shpejt. Unë tashmon nuk mund të shpjegoj sipas asaj platformës vjetër, me marrni shkums, me thonë, nxjerrni fletoret, dëgjoni ju këtu, mos falti atje gomar. Për shembull, që është në shkollat tona, ose me fy, jo. Çdo në subjekt të tërë. Tash nëse nuk je atraktiv, fëmia nuk të rinë më në shkollë. Nuk të rinë mos, nuk dëgjon. Si atraktiv nuk sepse ka ofertën tjetër. Sepse ka ofertën tjetër më mirë e lexon këtu. Ekonomia e tregut lirë, konkurrenca. Këtë shteti do të më qenë në funksion të këtij globalizimi që ka ndodhur. Dhe arsimi më shumë të është godit. Domethënë, tash na për shembull po themi një komision për përmirësuar tekstet shkollore. Ka të përmirësoj tekstet shkollore. Tekstet shkollore janë tash vetëm njënin nga problemet. Po. Sepse nuk kemi më tekstet shkollore, ne kemi materiale mësimore. S'ka vetë teksti mo. Kemi miliona materiale tjera mësimore atraktive, kemi video të shkurta, kemi çdo gjë demonstruese, kemi YouTube-in, i rrjetet po. AI-n, kemi domethënë ai fut aty i shep pak më mirë se ato që ja ke shpjeguar në mënyrë klasike atë pa lidhje. Mund të ketë edhe mësimdhënës që mund t'i penalizoj fëmijët pse përdorin AI-n tazëm. Ka mundësi, po AI është për me përdorë. Nuk është për me se përdorë. Domethënë për me ndihmu njerëzimin dhe ka materiale horizontin për te ligjerimit që bën mësimdhënësi. Ka materiale të hatashme aty për shembull. Ai leçit ta shpjegon atë çka e pyet. Po edhe të pyet sot apo don ta sqaroj edhe këtë me një shembull. Që është shumë e rëndësishme për fëmin. Thot për shembull në Finland PISA realizohet kështu. Në Kosovë PISA ka këtë problem. Në Finland për shembull thotë është çështja pedagogjike, psikologjike, mandej teknike. Sot në Kosovë është çështja teknike, mandej psikologjike, pedagogjike. Domethënë ta bën krahasimin e sistemeve. Pse ti mos e morr ato për shembull? Ta e detyrën. Qysh për shembull zonës dhe me nxjerr përqindjen. Ai formulën e din, zonës s'ka faj. Po për shembull kur të thu demonstrimi praktik po. Po praktik i thu për shembull 100 euro ka qenë çmimi. 20% e kemi rrit. Sa është çmimi tash? Tani 100%, tani 20% e kemi zvoglu. Sa është çmimi tash? Zonë jor gabon. Zdi me zjedh. A i di formulën e përqindjes, por nuk di me zjedh. Zdi me zbatu. Sa është kompetent. Domthon kompetenca kurrikulare ka rënë aty. Peseneve tjeshta, edhe pse fëmijët janë fantastik fëmijët. Nuk kanë faj fëmijët. Është imediate që shkollat, menaxherët shkollash dhe shteti nga ministri e këtej të alarmohen, ndoshta edhe niveli i akademisë shkencave, çdo porë shoqënisë. Unë flas për shkak se po krijojmë breza, po krijojmë kontingjent që nesër pas nesër mund të shndrohet jo i dobishëm për ekonomitë të tregut të lirë, jo se jo, por edhe në probleme që mund të shkaktojnë pasiguri. Unë po shpresoj shkaktojnë probleme perang dhe ligjin. Po shpresoj sensibilizim. Po shpresoj që ne na ka zonë vonë. Po asnjëherë s'është vonë sepse mund të bëhet më vonë. Po shpresoj sensibilizim, po shpresoj në studio televizive më shumë me qenë arsimi prezent. Po shpresoj që prindët, nxënësit, përfaqësuesit e nxënësve, rinia shkollore, rinia studentore, më marrë me këtë problem se është e ardhmja jonë. Është e ardhmja jonë dhe po besoj që edhe kjo emision ndoshta e ka një kontribut dhe më mërmendje që çdo kënd do të flasim, në arsim do të flasim qartë, pa çime në gjuhë. S'ka, politika është arsimit. Sot politika ka zaptuar arsimin. Sot për shembull ke shkolla, ke institucione,
Me ushtrues detyre. S'ka drejtor, ushtrues detyre. Ministri ke ushtrues detyre. Ushtrues detyrës nuk është ai kuadri që kryen punë. Ai merret me kontratën e vet. A kanë mjallon apo jo? Nëse unë se kom vendimin e punës, jam stabil. Të më mas pari duhet me pas institucione efikase, mos u përzi në arsim, me zjen njerëz që duhet, që kanë kompetencë dhe dije. Që kanë kompetencë, ka rëndësi politika, edhe mos u fut politika, dija vullneti, me e matë performancën, bazë performancës me i pagu, ne sistemin tonë arsimor me performancë ke mundësi me rrit pagën, me pas pagën shumë më të mirë. Por na ka testuar sistem. Konkurrencë. Na ka testuar sistem për shkakun, tash i kanë fut me një garë për performancë, për gjuhën shqipe dhe matematikë, për menotin nivel Kosovë, 4 vet e kanë kaluar licencë. Ajo është e gare. Domethënë është diçka simbolike, ti më ketë hapur të punu shumë. Mandej trajnimi me qenë i vazhdueshëm, permanent. Permanent, në kohë nevoja për çdo lancë i mori. Ato që quajmë na trajnim bazë shkolle, aftësim bazë shkolle. Me shembuj konkret digitalizimi. Nuk janë problemi këto, është aja që e trakton. Me shembuj konkret edhe shefi si ndryshon stata, nuk ndryshon stata në një viti. Jo, natyrisht. Prandaj në arsim ta nuk financojnë shumë, sepse si shohin rezultatet në një viti, thonë më mirë po i bëjmë në rrugë ose bëjmë diçka sepse i marrim votat. Në arsim kërkosh nuk don me financu sepse rezultatet shihen më vonë. Mirë, po ai që financon tash në arsim, investon në arsim, edhe ka një program arsimor të mirë, edhe rrit pushin për arsim, ai ka majt men si diçka që ka kontribuar këtij populli, këtij kombi. Patjetër. E që nëse kemi momentalisht. Universiteti i Prishtinës që prej kur është hapur, ka qenë adresë. Absolutisht. Adresë, jo vetëm e një sistemi ta them cilësor mësim në zonën se studimeve me shkallë të lartë, po kishte si thonë vetë edhe ideal në atë kohë. Ishte vatër e vetëdijes kombëtare, zoti Saliaj. Të duket që idealizmi nuk është kompatibil me këtë fushë tepër censore, që lidhet me një shtet që duhet të qëndrojë në këmbë të veta jo të çelshta, po të forta, me dije, me konkurrencë. Më mas luftës kam qenë antar i Senatit të Universitetit, vitin 2000. Dhe kam pa me sa dëshirë në atë kohë, mas luftës më neri u qasë me bëdi diçka. Mos harron veç përvojnë disa emra. Direktori për shembull Derish Zhaja. A kemi më asi rektori? E ju Pstatovci. A ka rektor tillë më? Mande profesor me famë që ka pas për para. Që kanë qenë alamet profesor. Nuk po e nënshmoj, dhe tash ka. Adresë vetëdijes kombëtare e gjithë shqiptarëve në Jugosllavi që kanë qenë. Edhe atë që ka bënë universiteti për ne për Kosovën, ajo dihet. Praktikisht ka kontribuar shumë pavarësinë e vendit. E kemi devaluar shumë. Mas pari, prapë universiteti i Prishtinës ka mbet pak më mirë se gjitha universitetet tjera. Mirë, po s'ka pas nevojë me qel 6-7 universitete tjera publike. Cilën arsye? Po s'ka pas nevojë. Vetëm për konsum vota. Po ka qenë fushat politike. Po universitetin hap fushat për fat keq. Biznes që kanë vazhduar pa akreditim të kuvendit. Kuvendi do të marrë urgjentisht edhe tash me rrjetën e institucionit arsimor, sepse kuvendi është shefi. Kuvendi merret me akreditim. Asnjëherë nuk është hap çështja e universiteteve në kuvend. Do dojmë që një mbledhje maratonike kuvendit për sepse mbasi humbin vota. Po sigurisht, maratonike në kuvend me studiu çdo gjë që ndodh në universitete. Po s'flasim për universitetet private, kolegje që e kanë marrë tregun ku më i sa, si me qenë komi më i madh 1.300.000 jemi aty sa universiteti. Edhe ky që është në Kosovë, në këtë shkallë të ulët të lulëzimit të kapaciteteve konkurruese që i ka për shkak të ambientit përgjithshëm pas edhe politik, ka ankesa të mëdha, ministër. Ka ankesa të mëdha, odat ekonomike. Grupet se njerëzit që marrin diploma, s'po them të gjithë, po një kontingjent masovik. Janë kompetent. Nuk janë koherent me s'kan kompetencë. S'kan kompetencë, ministër. Për fat keq, sepse është devalvuar vota. Në kohën tim në Ridvan, kur dikush ka marrë 8 te profesorët e Tiranës, se kemi pasur të marrëveshje me Universitetin e Tiranës, ne kemi festuar, e ka ditë këtë Prishtina. Tash 8 që është nota më e vogël. Në 8 s'merr askush. Me ai përjashtim. Unë prap besoj në Universitetin e Prishtinës, e Prishtinës sepse e ka mbajtur një farë legitimiteti të themi. Por universiteti janë larg, funit në ato rangimet universitare në Webometrics na kemi qenë dopt,
Mirë po si jemi atë listën e Shangajit. Lista e Shangajit është lista më prestigjioze e universiteteve. Në atë listë për shembull janë në top Harvard i prin, janë 10 universitete amerikane në top, 8 universitete britaneze, janë 93 kineze në 500 e parë, por asnjë Ballkanit është një vërtet është universiteti. Ju jeni bindur që Kosova do të mund të çonte lajme në kur mund me qenë Universiteti Beogradit në atë listë, i Zagrebit e i Ljubljanës. Normalisht jo shumë larg, po të rangum në listën e Shangajit. Ai është listë tepër e fuqishme, se aty bojnë pjesë i japin mësim nobelistët. Dhe në bazë ty në rangohet universiteti. Na si jemi aty kërkon nuk na ka radari. Në atë moment kur ne futemi në fund të listës Shangajit, ne kemi bë asnjë universitet shqiptar, as Tetovas, Tiranës, i Kosovës është më mirë bile. Domthonë ai më larg cilësisë. Ne do të krahasohemi me ato universitete. Unë besoj që sistemi Bolonjës në ka dëmtuar shumë. Me pasën Harvard e kish marrë Bolonjën. Se kish me edhe Kosova me marrë. Basta si një laborator eksperiment. Një farë eksperimenti, BE-ja imponoi, edhe unë besoj që kjo ka bërë shumë dëm të madh në vazhdimsinë, në atë kontinuitetin që ka pasur universiteti. Gjithçka duhet të shojë në arsim në funksion të këtij globalizimi. Edhe sistemi 5-4-3 që kemi në atë sot, në arsim paragjithësor. Unë besoj më mirë ka sistemi 4+4+4, se plus se ka ndryshuar. Po. Në funksion të këtij globalizimi dinamik, është i domosdoshëm, me urgjencë të ndërhyet, nga hallka parë deri te fundit atje, për të synuar një përmirësim që mund të jap efekte mas 2, 3, 4, 5 vitesh, zoti Saliaj. Unë besoj që ka aq shumë dëshmi, aq shumë fakte për me uni keq për sistemin arsimor ka shumë. Unë besoj në ndërgjegjjen e politikanëve tonë, besoj në ndërgjegjjen e deputetëve tonë edhe pse këtu vendos shumica. Unë besoj që arsimi mos jetë i polizu më skajshëm sa që mos dojmë financa për te. Unë besoj që këta indikatorë që përmena unë do të përmirësohen urgjentisht, do të krijon kushte që çdo në zonës të jetë në banka shkollore, do të krijon kushte teknike në për shkolla, hapësira. Kjo vlen veç për kryeqytet dhe eventualisht ndonjë komunë madhe, dhe fushë Kosova që ka probleme, përndryshe në godina shkollore kemi, do të mund vetëm ta digitalizojmë arsimin, para se me digitalizuar arsimin dhe krahas me digitalizimin, do të më njëherë me i trajnu më njëherë arsimtarët, për digitalizim. Në Finland, shumica arsimtarëve kanë një master në digitalizim. Sepse në Finland, çdo i dheti mund më bë mësues, jo gjithkush. Domethënë fakulteti i edukimit do të qenë njëri prej fakulteteve që i merr student më të mirë. Të na nuk është rast, të na i merr mjekësia student më të mirë. Pra, atëherë kur krijojmë kushte të tilla në arsim, që ne më ushty, cili student më i mirë për shkollën e edukim, atëherë veç është po shihet drita në tunel, që po i bëjmë arsimit mirë. Pra, nuk ka këtu veç faji arsimtarëve që janë në sistemin universitar momentalisht. Është faji edhe universitetit, farkuata përgatit. Sepse ne zinxhirore, sepse kuadrat tona nuk janë të mirë, sidomos kuadrat lëndore. Nuk janë shumë kompetente që nxjerr fakulteti i edukimit. Ka shumë të lash. Nuk janë kompetente. Ja, për shembull, ti smush me marrë një kimist në kimi që e ka kryer me një kimist që kryen edukimit. Ai s'ka lidhje. Është larg, unë i kam testuar vet. Se gjë elementare, nëse nuk di unë për vetes më s'po e kruaj. Do të shumë më përdor, më rrit kompetenca. Edhe shkolla jonë pas kontroll. Shkolla jonë pas llogaridhënie. Do të pas inspektoriat. Jo për shembull na mushty që 10 herë shpallet konkursi dhe suni bin fjes do i bëjë inspektorët e vet, inspektorët e partive në për psikolog kompetent. Po, psikolog kompetent, pedagog kompetent. Njerëz punëtor social që shkollën me bë më të vërtet ambient ku rrihet, jetohet, mësohet edhe fizohet. Një shtëpi e dytë. Absolutisht. Cilin rekomandim do t'ua jepje prindërve, gjithë ata që kanë fëmijët e tyre duke vjuar ciklin fillor të detyrueshëm? Spari rekomandoj për prindër për të startë fëmijëve që të jenë sa më shumë në shkolla. Mos shkojnë veç në nivel të prindërve, sepse kanë herë pratikisht shkollat e kanë obligim një herë muajt me u pa me prind. Unë rekomandoj që ata me shku shumë më shumë. Me shku 2 prind, ku pas rast kanë përsjell vet ku vjen veç baba ose vjen veç nana, mandej baba s'di çka është bë ose nana nuk din. Me qenë 2 në ngjarje çka po ndodh me pinë vet dhe me lyp llogaridhënie nga mësimdhënësit. Llogaridhënia do të patjetër. Do të thotë fëmia do të mu pajis me dituri. Ata me testuan në shtëpi dhe me kërku llogari nga shkolla për fëmijë, sepse
Ne me fëmijët tonë mburëm edhe mburet çdo kush. Kam raste konkrete, zoti Saliaj, të rrëfimeve, tepër demonstrative, të ilustrative. Në shtëpi, fëmia demonstron shpjegimin e së cilës lëndë mësimore, ose së paku disa prej tyre për cilat mund të ketë prirje, zotësie e kështu me radhë. Në shkollë nuk është pa ai fëmijë, siç është në banesë. Diku një problem është, ministër. Mas pari unë jam gjithmonë simpatizues i asaj që vlerësimi do të bëhet jo vetëm me teste, se na është një farë lloj testomanie. Domethënë sa më shumë po marrim teste në internet e mandej po ngarkojmë shumë me teste. Unë du patjetër që ti kisha kombinu edhe atë që quhet test, si më thani, do të thonë vlerësim me test, po edhe me gojë. Disa fëmijë nuk kanë mundësi shumë me shkrim, ata kanë më shumë vullnet shprehen me gojë. Mësimdhënësit se tonë kanë mundësi, sepse mesatarja e fëmijëve në klasat tona është e ulët. Dikon shkollën e obligative, dikon 17-18 fëmijë në klasë. Dikon shkollën mesmetare. Prishtinë 30, po. Po, në Prishtinë, po nivel vendi është 17 e 20. Ky numër. Tatë normalisht nismaj që maj ka 40, sepse aty janë 3000 fëmijë. Si mund të ketë mësimdhënie? Ja, aty s'ka. Për fat keq aty s'ka. Prandaj po them. Plus 3 ndresen aty. Si është e mundur një fëmijë që vjen klasën 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 në shtëpi të jetë rezultativ në syt e një prindi që mund të jetë pragmatik, jo një prind që synon bëj piskam për punë notash, po një prind ta them i emancipum, që jetë një fëmijë ndryshe aty, dhe në shkollë është dekurajim për fëmijën. Shkolla duhet demokratizohet shumë. Unë jam për me rritë autonomia e shkollës, por mu demokratizu shkolla. Shkolla është e komunitetit. Sakt, si që është çdo kënd, po. Shkolla është e komunitetit, është e hapur ndaj prindve. Në shkolla rekomandohet si mas vizionit për arsim efikas, rekomandohet që për shembull prind që kanë një pedigre të caktuar, një specializim të caktuar, për shembull, e kemi një specialist për shembull të kujdiun e kimisë, ose një specialist për shembull të ambientit. Shkolla me qenë se e ka prind atë, e thjet me ligjeru në shkollë, si prindaj, në ato që quhen orë ekstrakurrikulare, ose orë kujdesarie. E thjet për shembull një personalitet një orë ku ligjeron, ku fëmijët bëjnë pyetje dhe ndihen mirë, për shembull. Dhe prandaj shkolla është e komunitetit, madje prindi ka drejtë nëse për shembull ai është i pakënaqur, pse mos kërkoj komision të vlerësimit, pse mos jetë ai pjesë me unë si drejtor. Një prindër e baknaush në kam pas si vëzhgus, kur e kam pyet nësën me komision. Qorë në vëzhgo, kur është në pengon mu. Kimu binti vetë adja zdim si të mjejës. Nuk kem që kam shefim në arsim. Arsimit me qenë 100% transparent. S'ka që kam shefim. Ne më shefim shpesh në arsim për më ushqi që drejtori është i edhe ky lloj mësimdhënies a mund të jetë dekurajues nëse vëren që ka defekte të tilla, nëse nuk vën funksion metodat atraktive të asaj për të nxjerrë më të mirën nga një nxënës. Metodologjitë do të avancohen patjetër. Kurrikuli që ne i themi kurrikuli shkollor, ai vërtet është përveç që është plan program për çdo land, është dhe libër shkollor, ku që plan program realizohet, edhe libri shkollor e parashef që plan program sipas kurrikulit, po është edhe metodologji, si shpjegohet që plan program të nxënësit. Sa është ai afërt me ia shpjegu, sa dena me ia shpjegu mirë që ai me kuptu fëmin. Domthonë që kjo është kurrikul, nuk është kurrikuli veç një land. Pra, gjitha metodologjitë bashkë bëjnë që atë që quajmë kurrikuli shkollor, që është kurrikulum vita që rreth asaj shkrimi praktikisht atë fjalë. Po të ishte sot ministër, cili prioritet do të ishte numër 1, numër 2, numër 3 për ju, zoti Saliaj? Prioritetet të mëdha. Angazhimi maksimal i imi do të ishte që depolitizohet arsimin, që e kam thonë vazhdimisht. S'ka politikë në arsim. Depolitizimi. Depolitizimi numër 1. Përfshirja do të patjetër në arsim të obliguar dhe në arsim të mesëm, në arsim të obliguar 100%, në arsim të mesëm të rritet patjetër, jo me qenë 25% jashtë. Po. Përfshirja. Do të patjetër arsimit jetë unik. Në nivel veni. Po na shkakton shumë kokçarje kjo pyka që ka qenë sistemi arsimor. Sistemi arsimor serb që ka bërë sistemin arsimor ton. Kjo po e damton efikasitetin e sistemit arsimor, sepse s'bën sistemi arsimor me qenë me dy sisteme, me një vend. Dhe gjithsesi digitalizimi i shkollës dhe mësimdhënia mu përmirësuar me digitalizim dhe trajnimi permanent i mësimdhënësve jo nga çdo kush, po nga ndonjë institucion i caktuar i cili më të vërtet ofron cilësi.
E jo çdo kush më shku me trajnu, me bosta që ka certifikata, apo se pas kufar kompetence. Siç duhet të jenë, siç do duhet të jenë Pra ato certifikata që i bartin me krah, s'kan asnjë vlerë nga ne. Ligjërimet mbase zoti Saliaj për memorien tonë historike, për prejardhjen tonë, për identitetin tonë kombëtar, zoti Saliaj, sepse duket që ka një deformim mbi trashëgimin dhe memorien tonë. Nuk kanë fëmijët tonë për shembull një uri që ka ndodhur, nuk e dinë betejën e Koshare, nuk kanë faj fëmijët. Ne kemi ato landë që quhen boshtore, që është boshti i kulturës kombëtare, gjuha shqipe, historia, edukata qytetare. Madje këtu hyn edhe matematika që është po ashtu shumë e rëndësishme, edhe gjuha huaj. Mirë po, edhe gjeografia. Këto janë landë boshtore, ku fëmijët duhet patjetër me ditë spari, me ditë kush janë. Ngjarjet kulmore historike të periardhës, të figurave kombëtare. Morë edhe origjinën vetëm me ditë mirë. Sakt. Do të me ditë origjinën vetë mirë, është manipuluar shumë origjinën tonë. A përbën shqetësim kjo gjendje tashme për ju? Patjetër. Sepse nëse në shkollë nuk marrin atë dije, me një dije të komprometuar mund t'i helmoj po atë nxënës diku tjetër. Mund t'i helmoj noi klerik fetar atje. Mas pari për mua është gjuha si flitet për shembull. Po. Është një standard në shkollë, standard flitet një gjuhë unifikume. Ne nuk gëzojmë për shembull ta mos ta respektojmë standardin në shkollë. Shkolla është institucion ku flitet një gjuhë unifikume. Nëse sa pëlqen unifikimi që kemi bërë, ne e rregullojmë gjuhën, njëherë për njëherë kemi këtë standard. Standardi duhet patjetër të aplikohet, të zbatohet. A keni pasur si flasin fëmijët tonë? Gjysmë shprehjeve anglisht? Jo content, jo content, jo nej, jo knej kërkun hiç. Po fëmijët në shkollë ndëgjon një pjesë të madhe të kohës duke bisedu, duke bë debat për politikë, për luftrat në botë. Ashtu. Për gjithçka, duket në rregull kjo. Po jo për nacionalin tonë. Jo për çështjet tona kombëtare, për figurat tona kombëtare. Tash me 6 maj, Gjergj Kastrioti ka ditëlindjen një prej figurave që lidhet me boshtin, nyjen e ekzistencës tonë si këmbë. Unë besoj që do të shoqatat e ndryshme që janë për shembull historianëve, gjuhëtarëve, do të diçka nuk kanë rregull këto zoti Sali. Do të dalëm në një platformë e mandej t'ia prezantojmë në zgjidhje arsimit, patjetër, sepse plan programet nuk janë statike. Ato janë fluide. Ato ndryshojnë. Po natyrisht. Ata ndryshojnë shumë shpejt. Për arsye se bota ka ndryshuar. Mirë, po këto çka është ajo bërthama nacionale ne pas patjetër një konsenzus kombëtar. Çka do të futet patjetër. Edhe të përmirësohet kjo ajo që vedie kombëtare. Unë gjuha jonë është një ndër gjuhët më të vjetra në botë, ne nuk e dim. Më vjetra është në botë. Më vjetra në botë, pas një dyshim janë gjetë ato shënime. Janë gjetë ato në piramidat e Keopsit, janë gjetë ato dokumentet që tregojnë gjuha jonë sa vjetër është dhe ato artefaktet më të vjetra kanë mujt më deshifruar me gjuhën shqipe. Me asnjë gjuhë tjetër. Me mbaru shkollën fillore, pa e di substratin në mënyrë, s'po them të përzon, në mënyrë funksionale mbi substratin tonë historik dhe i kemi edhe këto defektet pastaj kulturore, gjuhën e urrëties, të sharjes, të ofendimit, a shihni zoti Sali rezultat, po aty të këtij shqetësuese problemit që lidhet mbase me arsimin, mbase lidhet me një përjardhje të llojit të edukimit. Edhe digitalizim thuhet tash që është më e reja tash. Po. Baza e digitalizimit thotë është empatia. Ti Po. duhet me ligjëru për fëmijën me empati, ata duhet me çmuar me dashje njëri tjetrin. Se pa empati nuk mundesh me bisedu edhe me bashkëpunu në grup. Dhe mandej pa empati nuk mundesh ti për shembull e dash një njeri që ka nevojë të veçanta ose një autist. E jo me lut me të me bullizu. Për shembull, empatia është ajo që duhet me qenë qendër dhe mend në shkollat tona, nuk për fat keq nuk është. E që mund me bë, sepse na kemi fëmijë shumë të mirë. Po natyrisht, mund të bëj. Asnjëherë unë fëmijëve nuk jala fajin. Fëmijët kurs kanë faj. Na kemi fëmijë shkëlqyshëm, fëmijë që kanë rezultate impozante jashtë në olimpiada e fal gjithkund. Matematikë, pse ne jo. Kemi fajt na. Sistemi ka fajt, sepse PISA e vlerëson edhe sistemin. Prandaj kemi vend dikun parafundit, për fat keq. Të falenderoj zoti Saliaj për kohën, për respektin që e ndave me neve, me publikun, për këtë temë realisht që përbën shqetësimin e madh, por që ky shqetësim nuk po është prezent, nuk po zbarkon as në diskursin e politikanëve, në fjalorin e tyre politik, po as fatkeqësisht edhe të mediave. E jonja është me thonë vërtetën,
edhe kjo me kontribuon në sensibilizim të opinionit. E mandej opinioni, sigurisht duhet masa kritike mu arrit, e masa kritike mandej e ban në vend vetë. Falenderoj edhe një të lutem. Mirëqofsh, faleminderit. Ky emision mundësohet nga ISP Broadcast.